Po na kem fat që kem fitu e lirin, dhe më thonë, çmimi ka qenë normal që ka qenë shumë i lartë, mirë po kem fat që jetojmë të lirë, normal se sfidat e pas luftës janë të mëdha, veç mas në Mitrovica prap ka vazhdu të jetë vatër e krizave, vatër e tensionet nënta, një farë qyteti ndam, kështu që të ndryshe Kosova ka hetë shumë përpara edhe tash i kemi edhe mis ndërkombëtarë edhe ata, dhe më thonë, që e shohin ndryshimet, na duhet kemi mujtë, sigurisht se kemi mujtë ma mirë, po ka ndryshime të mëdha, po normal që sfidat janë gjithmonë. Po puna e gazetarëve që është duket tash, Po jetojmë me sfidat e njëjta, apo cila e po... Unë jem largu në vitin 2010 për gazetarisë, po ka ndryshu shumë gazetaria. Tash normal këm punu për gazeta ndryshme, edhe mas luftës këm punu për disa gazetat ndryshme, tash më nuk ka, nështë ta paradoksale, po në Kosovë nuk ka asë gazetat ditore, nuk ka. Ashtë sfidë tash ka ndryshu gazetaria, është praktikisht edhe njerëzit janë në rrjetet sociale një farë lloj i gazetarisë, kështu që ka shpejtësinë më të madhe, ka lajmet që qarkullon shpejt. Atëherë lajmet kanë më vështirë me dërguar, me ta bërë për dërgimin fotografi, dhe më thonë është dashur me kalu punktet policore për me dërgu fotografi. Tash është diçka ka ndryshu shumë nga